10 dhuratat që të shkatërrojnë jetën, mos i prano kur. Të dashur miq, mirë se vini në këtë video që do t'ju hap syt ndaj një realiteti të fshehur, të errët dhe të rrezikshëm që shumica e njerëzve e injorojnë çdo ditë. Sot do të flasim për diçka që duket e pafajshme, por që mund të jetë porta e hapur drejt fatkeqësisë, sëmundjeve të pashpjegueshme, grindjeve pa fund dhe madje edhe pranisë së entiteteve që nuk duam t'i ftojmë në jetën tonë. Po flas për dhuratat. Ato paketa të bukura të mbështjellura me harqe dhe letra me shkëlqim mund të fshehin energji negative, mallkime të vjetra ose lidhje me botën e errët. Në shumë kultura, nga traditat e lashta ezoterike deri te besimet popullore, disa objekte nuk duhet kurrë të pranohen si dhurata, sepse ato nuk janë thjesht sende, por bartëse të historive të dhimbshme, të ritualeve të fshehta dhe të energjive që thithin jetën nga ju. Sot do t'i zbresim një nga këto 10 objektet më të rrezikshme, do t'ju tregoj pse janë të rrezikshme, si të dalloni nëse një dhuratë është e ngarkuar. Çfarë rituali të sigurt duhet të ndiqni për t'i larguar dhe si të mbroni shtëpinë tuaj për gjithmonë. Qëndroni deri në fund, sepse kjo njohuri mund t'ju shpëtojë nga një fatkeqësi që askush nuk e sheh duke ardhur. Le të fillojmë. Pika 1. Statujat e vogla, njerëzore ose kafsh, portat e heshtura të kontrollit. Imagjinoni një statuj të vogël prej druri ose qeramike, një figurinë elegante njeriu ose një kafshë të bukur si elefant, buf ose mac. Nga jashtë duket si dekor i pafajshëm, por në duart e gabuara, këto statuja kthehen në pupa magjike, mjete të vjetra për të lidhur, për të dëmtuar ose për të kontrolluar dikë nga larg. Në traditat e lashta, një figurinë e tillë mund të jetë e ngarkuar me qëllimin e dhuruesit, një gjilpër e fshehur brenda, një fije floku juaj e ngjitur fshehurazi, ose thjesht një mallkim i përshpëritur mbi të gjatë natës. Kur e vendosni në shtëpi, ajo fillon punën e saj të ngadaltë, sëmundje të pashpjegueshme, ankth pa arsye, ndjenjë se dikush po ju vëzhgon. Shembull fantastik, një grua pranoi një statuj të vogël elefanti si dhuratë nga një mik i vjetër. Brenda një muaji, elefantët në jetën e saj u bën simbol i rëndimit, puna u bllokua, parat ikën dhe ajo ndjente një peshë të madhe në gjoks sa herë kalonte pranë saj. Vetëm pasi e hoqi, gjërat u qetësuan. Mos e nënvlerësoni, këto statuja mund të jenë armë të heshtura. Pika 2. Pasqyrat portale që thithin shpirtin tuaj. Pasqyrat nuk janë thjesht për të parë fytyrën tuaj. Në shumë kultura, ato konsiderohen si dyrë drejt dimensioneve të tjera. Kur pranoni një pasqyrë të vjetër ose të përdorur si dhuratë, ju mund të sillni në shtëpi një portal që reflekton dhe thith energjinë tuaj jetësore. Sipas feng shuit dhe besimeve ezoterike, pasqyra e vjetër mban hije të pronarit të mëparshëm, zemërim, trishtim, xhelozi. Natën, kur flini, ajo mund të tërheqë entitete që ushqehen me frikën tuaj. Shenjat: ëndra të këqija të përsëritura, ndjenjë lodhje edhe pas gjumit të gjatë, ose pamje e çuditshme në pasqyrë kur askush nuk është aty. Mos harroni, nëse pasqyra është e trashëguar ose nga një shtëpi me histori të errët, ajo mund të jetë një nga objektet më të rrezikshme që ekzistojnë. Refuzojeni me mirësjellje, shëndeti juaj vlen më shumë se një faleminderit. Pika 3. Lulet ose bimët e thata, simbolet e vdekjes së ngadaltë. Lulet e thata duken romantike, por ato janë të ngrira në momentin e vdekjes së tyre. Ato përfaqësojnë energji të palëvizshme, stagnim dhe fund. Kur i sillni në shtëpi, ato bllokojnë rrjedhën e energjisë jetësore dhe tërheqin vetëm gjëra të vdekura, marrëdhënie që vyshken, para që nuk vinë, shëndet që dobësohet. Në disa tradita, lulet e thata përdoren në rituale për të tharë fatin e dikujt. Nëse dikush ju jep një buqet të tillë, mendoni 2 herë, mund të jetë një dhuratë me qëllim të fshehur për t'ju mbajtur në vend numëro. Pika 4. Bishuterit e përdorura, zinxhiret e së shkuarës. Unaza, varse, byzylyk të vjetër, çfarë duken si thesare, mund të jenë zinxhir energjetik. Çdo pronar i mëparshëm ka lënë gjurmë, dhimbje, tradhti, sëmundje. Kur i vishni, ato energji kalojnë te ju si një infeksion i padukshëm. Bishuteritë e reja janë më të sigurta, ato nuk mbartin barën e të tjerëve. Pika 5. Jastëkët ose çarçafët, sulmi gjatë gjumit.
Gjatë gjumit jemi më të pambrojturit. Jastëkët dhe qarqafet e përdorur mbartin ëndrat, frikën dhe energjit e pronarit të vjetër. Nëse dikush ju jep këto si dhurat, mund të filloni të zgjoheni të lodhur, me makthe ose me ndjenjë se dikush ju ka prekur gjatë natës. Ky është një nga sulmet më tinzare, sepse ndodh kur jeni më të dobët. Pika 6. Qirind me ngjyra të errëta ose erë të çuditshme, mjetet e ritualeve të fshehta. Qirind të zinj, të kuq të errët ose me aroma të pazakonta shpesh përdoren në magji të zezë. Një qiri i tillë i dhuruar mund të jetë i programuar për të tërhequr fatkeqësi. Kur e ndizni, ju aktivizoni qëllimin e fshehur. Mos i pranoni, veçanërisht nëse era ju bën të ndiheni të pakëndshëm menjëherë. Pika 7. Pikturat me imazhe shqetësuese, ulja e vibrimeve të shtëpisë. Një pikturë me fytyra të trishtuara, peizazhe të errëta ose figura demonike mund të ulë frekuencën e gjithë ambientit. Ajo vepron si një altoparlant negativ, sa më gjatë qëndron, aq më shumë trishtim, depresion dhe mosmarrëveshje sjell. Disa piktura të famshme kanë legjenda mallkimesh. Refuzojini me vendosmëri. Pika 8. Kukullat ose lodrat antike, bartëset e entiteteve fëmijërore. Kukullat e vjetra, sidomos ato me sy qelçi ose fytyra të çuditshme, mund të kenë mbërthyer energji të fëmijëve të tjerë ose entitete më të errëta. Fëmijët tuaj mund të fillojnë të flasin me tonatën ose lodra të lëviz vetë. Ky është një rrezik i madh për familjet me fëmijë të vegjël. Pika 9. Librat me tema të errëta, magji e zezë, demonologji, dyrë që hapen në mendje. Një libër mbi magjinë e zezë ose demonët nuk është thjesht lexim, ai mund të jetë një çelës që hap dyrë në ndërgjegjen tuaj. Sa po e lexoni, energjitë fillojnë të hyjnë. Shumë njerëz kanë raportuar makthe, prani dhe fatkeqësi pas leximit të tillë librash të dhuruar. Mos i hapni, djegini ose largojini menjëherë. Pika 10. Amuletat ose hajmalit me origjinë të dyshimit, mbrojtja false. Shumë amuleta shiten si mbrojtje, por nëse origjina është e dyshimit, ato mund të jenë të kthyera, të bëra për të tërhequr fatkeqësi në vend të mbrojtjes. Nëse ndjeni parehati kur e prekni, hidheni menjëherë. Si të dalloni energjinë negative. Intuita juaj është alarmi më i mirë, ndjesia e ftohtë, neveri ose ankth kur e shihni. Fati i keq papritur pas dhuratës, reagimi i kafshëve, qençelejin, macet që fshehen, fëmijët që çajnë pa arsye ose objekti që lëviz vetë, të gjitha janë shenja të qarta. Rituali i largimit të sigurt. Mos e prekni me duar të zhveshura, përdorni doreza ose leckë. Thuaj me zë të lartë, unë anuloj çdo energji negative të lidhur me këtë objekt. Ti nuk ke fuqi mbi mua ose shtëpinë time. Mbulojeni me pëllur të zezë, mbi të hidhni krip deti të trash. Vendoseni në një qese dhe çojeni larg, hidheni në lumë që rrjedh ose kosh publik larg shtëpisë. Masat mbrojtëse për shtëpinë. Mbani krip deti në qoshe të dhomave, ndërrojeni çdo muaj. Vendosni bim të gjalla pranë hyrjes. Bekoni çdo dhuratë para se ta fusni brenda, thoni një lutje ose deklaratë pozitive. Mbi të gjitha, besojini intuitës suaj. Më mirë të refuzoni një dhuratë se sa të rrezikoni paqen tuaj. Përfundim. Tani e dini të vërtetën e fshehur pas disa dhuratave. Mos lejoni që bukuritë e dukshme t'ju mashtrojnë. Mbroni veten, familjen dhe shtëpinë tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, abonohuni dhe ndajeni me ata që doni t'i mbroni. Më tregoni në komente, a keni pasur ndonjë përvojë me ndonjë nga këto objekte? Faleminderit që ishit këtu, qofshit të mbrojtur nga çdo errësirë. Shihemi në videon tjetër. Natën e mirë. 34 Pages.